Të rinjt, gjenerata e re është ajo që mund të sjellë ndryshimin e shumë pritur për një Shqipëri dinjitoze, me vizion dhe ambicie të rësishme standarde europiane. Të rinjt dhe energjia e tyre pashoq mund të vënë përpara përgjegjësisë së zgjedhurit vendor, duke i ushtruar atyre presionin e duhur për të patur shërbimet e duhura ndaj bashkëmoshatarëve të tyre. Por apo ja dalin të rinj të mobilizohen për të ardhmen e tyre? Faktet flasin që po. Të rinj të mobilizuar ju bashkuan nismës së zbatuar nga organizata New Bridges Berat dhe mbështetur nga Lëviz Albania përmes thirrjeve për aplikime. Të rinjt Agent Ndryshimi është projekti që u zbatua në Bashkinë e Beratit e që në objektivin e tij kryesor kishte angazhimin e të rinjve për më shumë politika vendore në favor të brezit të ri. Janë pikërisht këta të rinj që nuk u mjaftuan me premtimet elektorale, por u angazhuan për të monitoruar mbajtjen e këtyre premtimeve, zonë më zonë, e lagje më lagje, duke kërkuar hap pas hapi fushat e munguara të sportit, qendrat kulturore dhe rekreative, e ku zbuluan nivelin e ulët të premtimeve të realizuara nga të zgjedhurit vendor. Organizata New Bridges Berat mobilizoi këta të rinj me trajnime mbi fushatat e lobimit e advokimit, duke i rritur atyre aftësitë për të kërkuar si duhet dhe kur duhet të drejtat dhe detyrimet në raportin qytetar-bashki. Sot, në sajt informimit të duhur mbi shërbimet e njësisë administrative dhe presionit ushtruar përmes aktiviteteve publike, ata janë të zotët të kërkojnë jo vetëm atë që ju takon për veten e tyre, por për shokët dhe komunitetin ku ata jetojnë. Sepse të rinjt mund t'ja dalin nëse arrin që zërin e tyre ta bëjnë të dëgjohet përtej maleve. Ne si të rinj të Bashkisë Berat do dëshironim që të krijojë një këshill rinor, këshillimor, i cili funksionon pranë bashkisë. Në këtë mënyrë ne si të rinj do të kishim mundësi të adresonim të gjitha problemet tona pranë bashkisë. Për më tepër do dëshironim që bashkia të na mundësonte bashkime rinore si brenda dhe jashtë vendit, dhe në këtë mënyrë ne do të fitonim eksperjenca të ndryshme. Ne do të dëshironim që bashkia të na mundësonte një transport publik në mënyrë që ne të ishim gjithmonë të gatshëm të merrnim pjesë në aktivitetet që bashkia organizon. Kjo do të ishte një zgjidhje shumë e mirë që ne të jemi gjithmonë pjesëmarrës dhe sa më aktiv për qytetin tonë. Rinia është një fuqi shumë e madhe e shoqërisë. I bëj thirrje të gjithë të rinjve të jenë pjesë aktivitete dhe të ngrenë zërin e tyre për vendimarrje të ndryshme, si dhe për të qenë promotor të vlerave të tyre në shoqëri. Dua që edhe nga ana e bashkisë ti mbështesi këta të rinj, qoftë të qendrës, por edhe të njësive më të largëta administrative, për t'i promovuar në vlera si dhe në gjithë përfshirjen në vendimarrjet e tyre. Falë kësaj nisme, ne të rinjve na u dha mundësia të hartonim një kontratë sociale me disa pika kryesore të nxjerrë nga vetë ne. Jam bërë pjesë e trajnimeve të New Bridges Berat në mënyrë që bashkë me grupin të jemi një shembull i mirë për të gjithë qytetarët dhe të rinjtë të qytetit të Beratit dhe t'ia aftësojmë së bashku për të ngritur zërin për problemet tona, pasi siç e dim jemi ne ata nga të cilët duhet të fillojë zgjidhja. Një ndër pikat që ne kemi parashitur dhe që ka dalë si problemi i qytetit të Beratit dhe i qarkut Berat është edhe problemi i motivimit të rinjve të qytetit të Beratit, të cilët kanë dalë me rezultate të shkëlqyera. Dhe një nga zgjidhjet që ne kërkojmë është motivimi me anë të bursave apo me anë të mënyrave të tjera, pasi kërkojmë një esencialitet në të shprehur dhe dëshirë e vullnet të plot për të bërë pjesë të gjitha takimeve të Këshillit Bashkiak të qytetit të Beratit dhe për të qenë ne ata nga të cilët duhet të fillojë zgjidhja, pasi ne jemi e ardhmja dhe jemi ne ata nga të cilët duhet që i gjithë vendi jonë të shkojnë në përparim. Të unë si i ri qytetit të Beratit, kam dhe si djalë jam person i cili pëlqej aktivitetet sportive. Një nga problemet shumëta që ka qyteti i Beratit është mungesa e mjediseve për të kryer aktivitete sportive. Dhe ne jetojmë në vitin 2019 dhe ky është një problem shumë shqetësues për ne, pasi duhet të nxjerrim për shembull ambientet e shkollave ose ambiente të tjera në rrugë ku mund të kryejnë këto aktivitete.
Këtu ku jam është Pallati i Kulturës së zonës sonë, në të cilën në të shkuarën janë krijuar shumë koncerte dhe organizime të ndryshme nga shkolla dhe nga midisi përreth. Siç e shikoni, Pallati i Kulturës sonë në ditët e sotme është në një gjendje të mirueshme, si nga jashtë edhe nga brenda. Pasi në të funksionale është vetëm një sallë ku ne realizojmë koncertet e ndryshme që vinë në funksion të shkollës. Nga ju ne do të dëshironim që salla të rikonstruktohej, po ashtu dhe pjesa e jashtme dhe pasi kjo është një godinë gjykatëse, ne dëshirojmë që një pjesë të saj ta vendosin si bibliotekë, ndërsa pjesën tjetër ndoshta mund të bëjmë një sallë sportive ku mund të vinë lojra të ndryshme si ping-pongu, shavej të tjerë, ose të bëjmë një sallë kompjuterike. Ne të rinjtë e njësisë administrative OTLA kërkojmë që kjo qendër të kthehet në një qendër ku të zhvillohen festa dhe organizime të ndryshme social-kulturore për njësinë tonë. Përshëndetje, unë jam në njësinë administrative OTLA. Kjo godinë ka funksionuar shumë vite më parë, por tani është shkatëruar për shkak të mosmirëmbajtjes kësaj godine. Ne si të rinj zhvillojmë aktivitete brenda kësaj godine dhe në katin e parë është në një gjendje të mjerueshme ku ka shumë kabuj dhe mure të shembur dhe ne rrezikojmë shumë gjatë festimeve që bëjmë. Ne kërkojmë nga bashkia që kjo godinë të rikonstruktohet dhe të bëhet një godinë multifunksionale. Që ndryshimi në komunitet është një projekt i cili zbatohet nga organizata New Bridges Berat me mbështetjen e Lëviz Albania. Qëllimi i këtij projekti është nxitja e aktivizmit rinor dhe pjesëmarrja aktive në komunitetet të rinjve në bashkinë Berat. Ne nisëm punën tonë me informimin e të rinjve në çdo shkollë të bashkisë Berat dhe identifikuam 25 të rinj, të cilët u trajnuan dhe krijuan koalicionin vendor të vitit 2019. Realizuam një raport monitorimi mbi premtimet elektorale të vitit 2015 në fushën e mbështetjes së të rinjve të bashkisë Berat dhe gjithashtu këtë raport monitorimi e ballafaquam me të zgjedhurit vendor. Identifikuam mbi 10 çështje komunitare që takimeve që realizuam në 5 njësitë administrative të bashkisë Berat dhe tashmë kemi përfshirë këto prioritete në kontratën sociale, e cila do të shërbejë si një mjet advokimi gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2019. Të rinjtë agent ndryshimi është mundësia e vetme që të rinjtë e qytetit të Beratit të kenë mjediset alternative për të kaluar kohën e lirë, njohur aftësitë e tyre dhe stërvitur dijen. New Bridges Berat ja doli të monitoronte premtimet elektorale të kryetarit të bashkisë, duke i hapur rrugë një qasje të re presionit qytetar përmes angazhimit rinor. Sepse të rinjtë janë ata që mund të lëvizin çdo situatë, vetëm ata do ta bëjnë ndryshimin. Unë jam Lori, nga njësia administrative Roshnik. Unë jam Lumturi Velkaj nga shkolla Krista i Capo Berat. Unë jam Adrian Hoxha.